ta fillojmë këtë kremtim të shenjtë duke I kërkuar Zotit të na pastrojë mendjen, zemrën, që ta përjetojmë me besim dhe me mirënjohje këtë ditë hiri. Po I rrefehem hyet të gjithë pushteqëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam mëkatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lirëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po I porositem se nuk me smarim, gjithmonë vigjer të gjithë engjëve, shejtërve dhe juve o vëllezër e motra, që të luteni për mua, Zotit hyto. Hy I gjithë pushteqëm past me shirë për ne, na I falt mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. E pace njerëzve vull me të mirë mbi to, ne po të leftojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tante pa kufi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zot mbreqelor hyhati gjithpushteqëm, Zot birin e lindur Jezu Krisht, Zot hy qëngji hy biri hati, ti që shye mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Ti që shye mëkatet e botës, pranoje nutjen tonë. Ti që rinet e djathtën e hatit, ki mëshirë për ne. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sepse vetëm ti je shenjtim, vetëm ti je Zoti, vetëm ti je të jetë lartim, o Jezu Krisht, se bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hyhat. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
O hyjgjit pushtet që mdhej me shirëshem, bëj që shpirti I shenjtë të vit e banojnë në nem, e të na shëndërojnë në tempullin e lavdis së vetë. Ne për Zotin ton Jezu Krishtin mirin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej librit të Habakukut profet. Deri kur do të thëras në ndihmë o Zot, e ti nuk do të më dëgjosh. Dhunë do të klith ka ti, e ti nuk do të më shpëtosh. Pse ma qet para ta shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundron dhunën. Para meje është shkretin e dhunë, bëhet ragatja e pesh qohet grindja. Zoti atëherë më gjegje më tha, shkruaje vegimin, zgavëroje për mbi rasëza që lexuesi ta lexojë rrjedhshëm. Është vegim për kohë caktuar, ka përmbushja shkon, nuk rren. Nëse vonon, prite me shpresë se do të vi e s'do të vonoj. Sharron ai që I drejtë s'është në shpirt, në saj të fesë së vet jeton I drejti. Fjala e Zotit. Fjala jote o Zot, është e vërtet, është një fjalë dashurie që të çon në jetë. Së bashku. Fjala jote o Zot, është e vërtet, është një fjalë dashurie që të çon në jetë. E janë ti këndojmë Zotit, ti brohoritim hyjt shëlbuesi ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Fjala jote o Zot, është e vërtet, është një fjalë dashurie që na çon në jetë. E janë të adhurojmë, të biem përmbys para ti, të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyji ynë. Ne jemi populli I kullotës së ti, grigja që ai e ruan. Fjala jote o Zot, është e vërtet, është një fjalë dashurie që na çon në jetë. O si kur ta ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në merib, por si në ditë të masës në shkret tjerë, kur etrit tuaj më vunës provë. Më provuan me gjithë se I kishim par veprat e mia. Fjala jote o Zot, është e vërtet, është një fjalë dashurie që na çon në jetë. Lexim për letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Timoteut. Fort I dashur, të përkujtoj të ringjallësh dhuratën e hirit të hyjit që është në ty, në saj të vënjes së duarve të mia, sepse hyji nuk na dha këtë shpirtin e frikës, por përkundrazi shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Prandaj, mos vi marrë ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurit e ti, por hiçkeq bashkë me mua për ungjillin, duke u mbushtetur në fuqinë e hyjit. Ki për normë fjalën e shenjtë që I ke dëgjuar prej meje, e në fe, e në dashuri që është në Krishtin Jezus. Ruaje mendimin e shpirtit shenjtë që banon në ne
visarin e paqëmueshëm të fesë që tu besua, fjala e Zotit. Ndriçoni por si pishtarët në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës. Alleluja, 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 alleluja. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin ta. Lexim prej Ungjillit të Shenjtë sipas Lukës. Lumturi të qofti o Zot. Në atë kohë, apostujt ja drejtuan zotërisë këtë lutje: na e shto fen. Zotëria u tha: po të kishit fe aq sa është kokra e sinapit, do t'i thoshit këtij malit: shkulu me gjithë rrejnë dhe mbillu në det, e ai do t'ju dëgjonte. Cili prej jush do t'i thot shërptorit të vet që i punon në tokën ose i ruan dhënt, kur të vinë mbrëmje prej fushës: hajde dhe ulu me të shpejt në tryezë? A thua jo përkundrazi, nuk do t'i thot: bëj gati darkën, ngjeshume e më shërbesa të ha e të pi, unë një herë e pastaj ha e pi dhe ti. A thua do ta falenderoj shërptorin pse zbatoj çka ju urdhërua? Po kështu edhe ju. Kur të kryeni gjithë shka ju që urdhëruar, thoni: jemi shërptor të pavlefshëm, bëm vetëm ata që patëm detyrë të bëjmë. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Qëndrojnë e kembë një çështje, pse është momenti në të cili fillon rriti i krizmimi me një thirrje për emër, është një moment solemn, të cili ata jep përgjigjen e vet. Shumë i nderuar atë Bernard, këta besimtar të kësaj famulje të Shent Antoni në Tiranë, kërkojnë që ti pranosh për sakramentin e përforcimit. A janë të përgatitur për të pranuar këtë sakrament? Katekistët e tyre me kanë referuar se kanë dëgjuar me vëmendje fjalën e Zotit dhe kanë mësuar doktrinën e Kishës së Shenjtë. Në sajt e veprimit të shpirtin shenjtë të bahen dëshmitar të Krishtit në botë. Me gëzim të madh pranojmë këtë bi dhe bia për sakramentin e përforcimit. Falenderojmë hy. Klenia Pietri, Sidorela Gioca, Isaura Gega, Jevisione Andou, Adriana Marashi, Denis Kola, Agetina Marashi, Claidi Gjonaj, Ferdinando Gjonaj, Jim Pieter, Lezina Pieter, Indrit Ruci, Kristi Prendi, Matteo Miekaj. Tani dëgjojmë fjalën e Zotit dhe predikimin. Qoftë lëvduri Zë Krishti. Me ka qelluar këtë ditë me shumë se kur, ndoshta edhe ju keni të njëjtin përvojë, që para përvojën e
luftes dhe të padrejtësisë, ju dini shumë mirë, bota jonë fatkeqësisht po jeton një luftë botërore të tretë, të coptuar, sipas fjalëve të Papa Franceskut, pas dritë. Dhe në zemrat tona, sidomos ne që pohojmë besimin tonë në një Zot të gjithë pushtetshëm, Zot i mirë, si ka mundësi që Zoti që është i mirë, i drejtë, i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, ta lejojë që këto ndarjet midis nesh të ndodhen në mënyrë aq masive. Dhe kjo është një pyetje në fakt që ka shoqëruar jeta e njeriut, që në fillim të krijimit të botës, njeriu gjithmonë ka ngritur një pyetje të tillë jetësore, ekzistenciale, sidomos kur është ballafaquar me përvojën e së keqes. Fatkeqësisht, Zoti lejon që jo fatkeqësisht Zoti, por fatkeqësisht ndonjëherë kemi këtë bashkëjetesë midis të mirën dhe të keqes në këtë botë. Dhe në leximin e parë kemi dëgjuar se si edhe profeti Habakuku ngren një pyetje të tillë para një përvojë padrejtësie. Siç ngremi edhe ne, të dashur vëllezër e motra, kur shohim që ndoshta dikush ka pranuar diçka pa merituar atë, dhe kemi merituar ne. Do njëherë edhe brenda familjes ndodhen këto ngjarje apo jo. Ndihemi të menjanuar, ndihemi të braktisur. Dhe Habakuku ngren këtë pyetje që siç kemi dëgjuar, deri kur o Zot do të therras e ti nuk do të dëgjosh? Sa herë, të dashur vëllezër e motra, edhe ne kemi bërë të njëjtën përvojë, jo vetëm kur ishim të zhytur në botën tonë, por edhe gjatë lutjes. Ne lutemi, sepse shpesh tregohemi edhe llafazan, kemi shumë fjalët për të thënë, për të shqiptuar, por nuk dim të dëgjojmë. Por dhe ne në përvojën e lutjes bëjmë edhe përvojën e braktisjes, sepse nuk dëgjojmë asnjë zër që përgjigjet, që flet me ne. Njeriu ka nevojë për dialog gjithmonë. Ne dim shumë mirë, nuk mund të flasim vetëm me veten tonë, se përndryshe jo vetëm bëhet monolog, por njeriu hyn edhe në atë vetëmin që nuk është të shëndosh, një njeri që izolohet. Dhe ky është kuptimi i fjalës dialog, dy fjalë që shkëmbehen, një person që flet, tjetri dëgjon, edhe pastaj një që dëgjon e tjetri që flet, apo jo, siç është dialogu. Pra, edhe kur bëjmë lutje ne, kur bëjmë përvojën e lutjes, shpesh edhe bëjmë përvojën e braktisjes, e menjanimit, e izolimit, sepse ndihemi vetëm. Dhe kjo do të thotë që Zoti dëshiron që ne ta kërkojmë. Dhe Zoti nuk harron, por ai ka konceptin e kohës ndryshe siç e kemi ne, sepse kur ne konceptojmë gjërat me një afat të shkurtër dhe me një hapësirë edhe kohor, sot, nesër, pas nesër, Zoti ka hapësirën pa kufishëm, edhe kohën është pa kufi. Dhe kështu ai Zoti pra punon në heshtje. Dhe feja është aftësia për të besuar edhe kur nuk shohim më njëherë rezultatet. Feja është ajo që mban njeriu në jetë, jo sepse gjithçka shkon mirë, por sepse ai e di se Zoti është me të. Papa Francesku thoshte gjithmonë që feja nuk është një dritë komplet në jetën tonë, qofse është një dhomë e rësuar, drita nuk ndryqon krejt dhomen, por është ajo lampë, ajo dritë të vogël, që të bën të ecësh edhe në rësirë. Kjo është feja jonë. Dhe ashtu është, shohim, jemi të rrethuar nga fatkeqësitë, padrejtësitë, njerëz që nuk na duan të mirën, dhe ndoshta të herë bota nuk është ndryquar tërësisht, por ama feja jote, feja ime, besimi im, besimi jot, ndryqon hapat tanë. Sot kemi kënaqësinë
që të pranojmë në emër të Kishës disa kandidat që do të pranojnë sakramentin e krezmimit. Gjithçka ka filluar me atë sakrament fillestar, sakramentin e pagëzimit, që pas pak ne do të ripërterim. Dikush, do shta prindërit tuaj, do shta një nunë, një person që ju ka hir garant, ju ka përcjell në Kishë, në fillim ku ju ishit ende të vegjël dhe keni pranuar këtë pagëzim, zhytjen e jetës suaj në jetën e Krishtit. Dhe tani, po ju përforcohet feja juaj. Po, sakramenti i krezmimit quhet ndryshe sakramenti i përforcimit, sepse po përforcohet feja juaj, që keni pranuar jo sepse meritoni. Askush nuk meriton gjë në këtë botë. Çdo gjë është dhuratë, aq më tepër feja, aq më tepër dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo dhuratë që na jepet falasmerisht kërkon prej nesh që ne të bëhemi dëshmitar. Çfarë do të thotë të jesh dëshmitar sot? Do të thotë mos të kesh frikë të shënohesh me shenjën e kryqit kur dalesh në rrugë. Mos të kesh frikë të mbash ruzaren në dorë kur je duke ecur, jo vetëm telefoni. Tani duke ardhur këtu në Kishë, kam parë shumë burra në trotuar të ndryshme, me telefon në dorë, duke bërë mohabet, duke pirë cigare, duke bërë edhe ndoshta do një tashatem. Po të kishin marrë një ruzar në dorë dhe ndoshta do luteshin pak më shumë. Edhe ju, si do kundërshtoni ndoshta do një person që ju bën presion të shkollat, të bankën e shkollës, të vendi i punës, si do të jetoni moralisht të ndershëm? Vetëm nuk mund dalni dot, nuk dilni dot, nuk keni fuqi, askush prej nesh nuk ka fuqi. Si do jesh prindi i mirë, një bashkëshort i fortë? Jeta bashkëkortore ka nevojë për dhuratën e Shpirtit të Shenjtë dhe ju nxis, të dashur vëllezër e motra, ju që jeni të martuar, keni vënë kurorën e Kishë, e martesës në Kishë, por ende nuk jeni të krezmuar, afrohuni, flisni me famuljetaren dhe kërkoni këtë sakrament të veçantë, këtë dhuratë Shpirtit të Shenjtë. Pra, jemi dëshmitar të feson, jo për të treguar do një bureri, jam i fort, jam katolik, jo, por sepse Zoti Jezus vazhdon misionin e përhapjes lajmit të mirë, sepse krishterimi është një lajm i mirë, nëpërmjet meje dhe nëpërmjet teje. Po, të dashur kandidat. A shikoni që sot nuk jeni vetëm sot, apo jo? Përveç bashkësia famuljetare që ju përcjell, po ju përcjell, janë edhe disa persona të tjerë, janë katekistet që ju kanë ndihmuar që të hyni më thellësisht në misterin që po kremtojmë. Gjithashtu janë nunat, kumarët, që ju kanë edhe përcjell përpara apo tani, të dashur nunat dhe nuneshat. Jam i bindur që shumica prej jush ndoshta nuk keni kuptuar çfarë përgjegjësi po pranoni sot. Është një përgjegjësi morale shumë e madhe, sepse ju po bëheni krah me krah me prindërit në përforcimin dhe në shoqërimin e rritjes së besimit të tyre. Nuk jeni nunat vetëm për ta vendosur një varg, ose një biselik, ose kush e di unë çfarë dhuratat ja keni dhënë këtyne, ose do t'i jepni me vonë. Por jeni përcjellësit, jeni prindërit të dytë që këta kandidat kanë. Merrni seriozisht këtë punë, këtë shërbim, këtë mision që Kisha ju beson, po ju beson sot. Dhe për këtë arsye, nunat dhe nuneshat duhet të jenë model për të mjetuar, jo për të shmangur. Nuni duhet të jetë një person i mirë, ndershëm, besimtar katolik, që ndihmon ecjen e kandidatit. Dhe sot ju të dashur që merrni krezmimin, merrni Shpirtin e Shenjtë, që është forca e Zotit në ju. Ai do t'ju jap mençuri për të kuptuar, për të interpretuar, jo vetëm me ndonjë logjik toksor, jo vetëm me teoritë konspirative,
që nuk na çojnë në asnjë vend, ndoshta po, ndoshta jo. Jo. Mençurinë që vjen prej Shpirtit të Shenjtë. Është Shpirti i Shenjtë që ju ndriçon gjithmonë për të kërkuar dhe për të gjetur partnerin e jetës suaj, jo vetëm me shkullësi, jo vetëm nëpërmjet ndonjë kafe, një mesazh në Instagram ose në TikTok ose në Facebook. Kërkoni dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, dritën e Shpirtit të Shenjtë në hapat të rëndësishëm të jetës suaj, dhe kështu me radhë, kur vjen koha pastaj për të zgjedhur ndonjë deg, ndonjë fakultet, ndonjë universitet, kërkojini Shpirtin e Shenjtë. Gjithashtu edhe mençurinë e Shpirtit të Shenjtë na duhet detyrin, urtin, kur kemi nevojë për të hedhur ndonjë hap të rëndësishëm në jetën tonë, na duhet të zhvendosem, a të shkoj të jetoj diku tjetër, jashtë shtetit, apo jo, mos ndoshta edhe shteti ynë ka nevojë për ne, vendi ynë pra ka nevojë. Forcë për të qëndruar, kërkoni për Shpirtin e Shenjtë, jo vetëm ju, ne të gjithë, forcë për të qëndruar, si Habakuku, që s'kishte frikë për të kërkuar me këmbëngulje pak sqarim në jetën e vet, dhe gjithashtu edhe guxim për të dëshmuar në botën ku ju jetoni, kudo qoftë ajo. Shpirti i Shenjtë është ai që bën të mundur fjalën e Habakukut, në saj të fesë së vet jeton i drejti. Prandaj, të dashur, mos keni frikë. Kur duket se Zoti vonon, priteni me shpresë. Kur feja juaj duket e vogël, si ndoshta një kokër senapi, por brenda përmban në mënyrë potenciale fuqinë, energjinë që të bëhet një pemë e madhe, besoni në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë që jeton në ju. Dhe kujtoni gjithmonë të jesh i kryezmuar, i përforcuar pra me vullën e dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, do të thotë të jesh dëshmitar i Zotit me përulësi, por edhe gjithashtu me dashuri. Tani pas pak do përjetojmë dy momente të rëndësishëm. Do të thërrasim Shpirtin e Shenjtë, është një lutje shumë të bukur që ju ftoj që ta përjetojmë së bashku thirrjen e Shpirtit të Shenjtë. Duke shoqëruar këtë lutje, pastaj me vendosjen e duarve, është një gjest kishtar shumë i lashtë që tregon zbritje e Shpirtit të Shenjtë mbi ne, dhe gjithashtu edhe lyrjen me një vaj të veçantë, vajin e Bagmit, që arcipeshvi ka bekuar ditën e Entjes së Madhe. Si përjetojmë këto momente jo vetëm si një rit fetare liturgjike, por më shumë edhe si një përfshirje të tërë të qenurit bashkësi, të qenurit të bekuar dhe të vajosur. Qojnë e kemë. Dhe tani të dashur, para se të merrni dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, repertorini shpalljen e fesë që keni shpallur në ditën e pagëzimit tuaj. A i bini mohit, djallit e të gjitha veprave dhe joshjeve mashtruesit e tia? Po, A besoni në hyn atën e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës? po, besoj. A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e tij, Zotin ton, që lindi prej Marisë Virgjer, besoi dhe u varros, u ngjall se vdekuri dhe qëndron në të djatën e Atit? Po, besoj. A besoni në Shpirtin e Shenjtë që është Zot dhe i dhenes dhe që sot, nëpërmjet sakramentit të kryezimit, ju jepet juve në mënyrë të veçantë, si ju dha apostujve në ditën e reshajeve? Po, besoj. A besoni në Kishën Shenjtë Katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, të ngjallurit të trupit dhe jetën e pasosur? Po, besoj. Kjo është feja jon, kjo është feja e Kishës, është nder për ne të dëshmojmë në Jezu Krishtin Zotin ton. Amen. Në një qashtë estje, lutemi në zemër për arrin e Shpirtit të Shenjtë
mbi ata kandidatët që janë këtu përpara, por edhe mbi të gjithë ju që jeni këtu pranishëm. Veni Creator Spiritus, 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 Veni Creator Spiritus. Shumë të dashur, të lutemi hyjt atë të gjithëpushtetshëm, që të dërgoj mirësisht Shpirtin Shenjtë mbi këta bijtë e tij të birësuar. Ata janë rilindur në jetën e amshueshme në pakëzim. Ai do t'i forcojë me plotësinë e dhuratave të tij dhe do t'i lyej që të bëhen me të ngjashëm me Krishtin, birin e hyjt. O hyj i gjithë pushtetshëm, ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, që i ke ripërtërir këta bijtë tu me ujë e Shpirt Shenjtë, duke i liruar nga mëkati, zbras mbi ta Shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, Shpirtin e urtizë dhe të kuptimit, Shpirtin e këshilles dhe të forcës, Shpirtin e dijes dhe të përshpirtërisë, dhe mbushi me Shpirtin e druajtjes sate të shenjtë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Tani kalojnë në momentin e dytë, që është momenti individual, të si ka një lyrje veçantë për çdo prej jush. Atë formoni rreshta në mesë e nunat, nuneshët e bashkoheni famojë tuaj. Je visiona merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Adriana merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Agetina merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Desaura merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Sidorela merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Klana merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Klajdi merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Ndrit merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Gjin merre vulen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty.
Lezina merre dhuratën e vulles së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Mateo merre vullen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Kristi merre dhuratën e vulles së Shpirtit Shenjtë. Paqja qoftë me ty. Deniz merre vullen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Ferdinand merre vullen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. E tani ta të rrasim hyn atin e gjithë pushtetshëm, lutja jonë të jetë e nizeshme në atë bashkim feje, shprese dhe dashurie që Shpirti i Shenjtë bën të lind në zemrat tona. Të përsërisim së bashku, na dëgjo o Zot. Na dëgjo o Zot. Për vëllezërit tanë e motrat tona, të përforcuar nga dhurata e Shpirtit Shenjtë, që të rënjosur në fe dhe të themeluar në dashuri, me jetën e tyre, t'i japim dëshmi të mirë Krishtit Zot. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për të kresmuarit që kanë marrë plotësinë e Shpirtit Shenjtë, që duke ju afruar altarit të Zotit, të marrin pjesë në flinë e tij dhe në asamblen e vëllezërve. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për prindrit dhe nunat që janë bërë garant të fesë së këtyre kresmuarve, që në përputhje me angazhimin e tyre t'i ndihmoj me fjalë dhe me shembull, të ndjekin udhën e Krishtit. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për Krishën e hyrë, të mbledhur nga Shpirti i Shenjtë, së bashku me Papa Anton Leonin, i peshkun ton Arianin dhe gjithë i peshqvi, që të rritën në bashkimin e fesë dhe të dashurisë deri në ardhin e Krishtit. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për botë të marë, që të gjithë njerëzit që kanë një krijues të vetëm dhe atë të pranohen si vëllezër përtej çdo diskriminimi, race, në kombosie dhe të kërkojmë me vërtetësi mbretërinë e hyjut, që është në paqe dhe gëzim në Shpirtin e Shenjtë. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Të lutemi gjithashtu për thirrje të reja dhe të shenjta në meshtari dhe në të rregulltare. Këtë vit në arkidiocezën tonë të Randurës po jetojmë në mënyrë të veçantë për thirrje të reja, meshtara dhe rregulltare, me ftesën e arkipeshqvit. Duhet të kemi më shumë për zemër këtë rrugë të veçantë që Zoti rezervon jo për të gjithë, por për pak të zgjeturit. Por dhe familjet tona do të jenë të gatshëm për të mbështetur, për të pranuar diçka të tillë. Jo të gjithë duhet të martohen. Jo të gjithë duhet të kenë fëmijë, sepse thirrjet janë të veçanta. Çdo person është i thirrur, por jo të gjithë janë të thirrur për të bërë gjithçka në këtë botë. Kështu që lutemi sot, me qenë se jemi në një kontekst edhe të Shpirtit Shenjtë, Shpirti yt o Zot hap të zemrat e tyre si të thirrur dhe të prindërve të tyre,
që të përgjigjen me bujarin ndaj thirrjes sate dhe të shijojnë gëzimin e durimit. Të lutemi. Na dëgjo, o Zot. Ne për Krishtin Zotin ton. Amen. Shoqërojnë ofertat e luratave me këngë 163. Heja, heja, shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Heja, heja, shpirti i paqes, të na kujtos fjalët që ai i tha për ne. Po të therasin, o shpirti Krishtit, eja ti në zemra tona, ndriqoj sytë tanë, bëj që të shohim mirësin e hyjnë ndaj nesh. Së bashku. Eja, eja, shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, eja, shpirti i paqes, që na kujtosh fjalët që ai i tha për ne. Eja, o shpirt, nga të katërera e frymi atë që ka jetë. Eja, o shpirt, dhe fry për mine, që edhe ne trijetojmë. Eja, eja, shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, eja, shpirti i paqes, që na kujtosh fjalët që ai i tha për ne. Mësona të shpresoj, mësona që të duam, mësona ta lavdrojmë hyjnë. Mësona që të lutemi, na e trego rrugën, rrugën ton të bashkimit. Heja, heja, shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, eja, shpirti i paqes, që na kujtosh fjalët që ai i tha për ne. Po të therasim shpirti i Krishtit, eja ti në zemra tona, ndriqoj sytë tanë, bëj që ta shohim mirësin e hyjnë ndaj nesh. Heja, heja, shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, eja, shpirti i paqes, që na kujtosh fjalët që ai i tha për ne. Lutuni vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dalë pëlqyesh me parahyjt atë të gjithë pushtetshëm. Pranoje me mirësi o Zot lutjen e besimtarëve të tu. Ti me krezimim i përforcove në përngjësimin e tyre me birën tënd. Bëj që duke marrë pjesë në filinë që ka merituar dhurimin e Shpirtit të Qenjtë,
të jenë dëshmitar besnik të Krishtit shpëtimtar, që jeton në mbetëron në shekuj të shekujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin në hyjin tonë. Për një mend është punë e drejtë dhe drejt, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë në gjithkund ty o Zot Ati i shenjtë, hyjit pushtetshëm dhe jamshuar. Ti në çdo kohë ndan dhurata të përshtatshme dhe mrekullisht e drejton dhe e mbron kishën tënde. Me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë ja siguron ndihmën tënde dhe ajo në nështruar vullnetit tënd nuk harron të të thërras në prova, as nuk mungon të lavdëroj në gëzime në për Krishtin Zotin tonë, dhe prandaj të shoqëruar me korët e ngjyllore të lëvdojmë duke dëshmuar me gëzim. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dueni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Me të vërtet je shenjtë o Zot, dhe është drejt të lëvdoj çdo krijesë, sepse ti në përbirin tënd Jezu Krishtin Zotin ton, e me veprën e fuqishme të Shpirtit të Shenjtë i jep jetë dhe e shenjtëron gjithësinë, e vazhdon të bashkosh rreth vetes popullin që nga lindja diellit e deri në perëndim të kushtohet në nder të emrit tënd flia e panjoll. Prandaj o Zot, po të lutemi me përvojtëri, dhe njohu të shenjtërosh me fuqinë e të njëjtit shpirt këto dhurata që i sollem për të kushtuar ty, që të bëhen korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na urdhëroi të kremtojmë këto mistere. Ai vet atë natë në të cilën që tradhtuar mori buken, të falenderoi, e bekoi, e theu, ua dhan zenësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. O ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun, të falenderoi, e bekoi, u dhan zenësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidjes së re dhe të jamshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjini këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kumtojmë vdekjen tënde, o Zot, shpallin ngjarjen tënde dhe presim marrjen tënde në mutulli. Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundimet shpëtimtare të birit tënd, si edhe ngjalljen e tij të madhërueshme dhe ngjitjen e tij në qiell,
e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim këtë flitë gjallë e të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishes sate dhe pranoje për fli me të cilën ndeshet e pajtoheshe me ne, dhe bëj që ne të cilët po ushqehemi me korpin e me gjakun e birit tënd, të mbushur me shpirtin shenjtë, të bëhemi në Krishtin një trup e një shpirt i vetëm. Në sajt të t'ju beshim për ty një fianshuar, që bashkë me të nxjerrjet e tu ta fitojnë lumturin e parajzës, se pari me të lumen Marivirgje Flince, me shen Jozefin fatin e saj, me shen të rit apostujt e tule me martir të lumë, me shen Franceskun, shen Antonin dhe me të gjithë shenterit, me ndërmjetësinë e të cilëve shpresojnë që gjithmonë të kemi ndihmën tënde. Po të lutemi o Zot që kjo flije pajtimi ton të vleje për paqen e shpëtimin e mbar botës. Forcoje në fe dhe dashuri kishën tënde udhëtare mbi tokë, bashkë me shërbëtorin tënd papën ton Leonin, me i peshvin ton Arianin, me urdhrin i peshvor, me gjithë klerin tënd si edhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutit e familjes sate që ke thirrë në pranin tënde, bashkoj me ty o Ati mëshirshëm të gjithë bitë e tu të shpërndam në përbot, pranoj me mëshirë pran vetës në mbretërin tënde, vëllezërit tanë e motra tona të vdekur, edhe të gjithë të drejtë që në paqe me ty kalun nga kjo jetë ku shpresojmë se edhe ne bashkë me ta do të gëzojmë për gjithmonë lumrin tënde në për Krishtin Zotin ton, në për të cilin i jep botës çdo të mirë. Ne për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtet që në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofsh do ndere e lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitur nga urdhri shelbuesit, dhe si pas mesimit e ti hinor, marrim guxim të themi. Ati liro po të lutemi o Zot prej të gjitha të keqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen në ditët tona. E në sajet e mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt për çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jesu Krishtit. Ti o Zot je i prekë, ti je i gjithëpushtetshëm, ti je i lumtur me mëshirë. O Zot Jesu Krisht, ti ju ke thënë apostujve të tu, po ju le paqen, po ju jap paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fen e kishes sate. Jepi asaj sipas vullnet e tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Me buzëqeshje, jepini njëri tjetrit shenjën e paqes. Që shlyen mëkatet e botës, i mëshirë për ne, o qëngji, që shlyen mëkatet
Ja që në hyt, ja I që shlyen me katët e botës, lumë ata që janë të thirrur për gostinë e qengjit. O Zot, nuk janë ne që na thjesht për tande, por thuaj dhe shpirti dhe shaka. Korpi I Krishtit, më ruaj, për jetën e pososur. Gjaku Krishtit, më ruaj, për jetën e pososur. Numër 18. Kush ne bo
Të lutemi. Shoqëroi o Zot vazhdimisht me bekimin tënd këta bij e bijat e tu, të lyer me Shpirtin Shenjt, të ushqyer me sakramentin e birit tënd, ruaji në provat e jetës, që me jetën e shenjtë të tyre
ta gëzojnë kishën tënde dhe të rrisin për parimin e saj në këtë botë me veprat e mira e me dashuri, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Në këtë moment dëshiroj para bekimi me falenderuar në mënyrë veçantë Padre Bernardi që jo vetëm sot, por e dije ka qenë me ne gjatë ceremonimit të cili kemi peruruar vitrazhet e reja e kishës. E na ka drejtuar një fjalë shumë bukur, e shpresoj se do të keni mundësi për me gjetu në Instagram se është publikuar e keni mundësi për me ndjekën e nëse nuk keni qenë pranishëm. Në këtë mënyrë edhe me prania e sotme, në të cilin na ka bërë kjo lurata, që është krizmim për kandidatet tona, tani sapo krizmuar, kemi rinjalleruar e vazhduar një traditë tipike të udhëri franceskan dhe dominikan, se jemi duhur dhe jemi lindu së bashku. Francesku e Dominiku e ka njohur njëri tjetrin, ka pasur kontakt. Për të arsye, kjo ka një mekësi veçantë. E tradita është se në feste e San Francesku, priorit e dominikanëve vjen në konvenit e fretërve, e në feste e San Dominiku, guardiani të fretërve shkon me ba vizitin edhe me udhëhequr mesha atje. Në disa herë kanë qenë unë në Durrës, ai edhe pse as vikari përgjithshëm vjen më shpesh këtu te ne. Mirë, faleminderit te Padre Bernardo për çdo shërbim edhe për miqësi vazhdueshme me të cilin na shoqëron. Per çka i përket jetës e familjes, ju kujtoj se gjithmonë në ditën e martë, në orën 6 ka meshën e shenjtë, edhe se do ta refilojnë premte adhurimi eukaristik. Adhurimi eukaristik që do të zhvillohet në sala poshtë në kripta e kishës, e që fillon në orën 6 e vazhdon për 2 orë deri në orën 8. Ka momente të lutje, momente që janë adhurimi, momente lutje me psalmet, momente një katekezi vogël, do me thënë se një moment shumë e pasur. Jo të gjithë ka mundësi për me qëndrua 2 orë, pa problem. Ata që keni mundësi për me ndjekë, rini e qëndroni para sakramenti, duke shiuar që ka ofrohet në atë moment. Allora, atëre, do të vazhdojnë çdo premte nga ora 6 deri në orën 8. Ndërsa në ditët e tjera, në muaj tetorit, që është muaj e Zoja Ruzare, duke pranuar edhe një ftesë veçantë nga Papa Leonin, lutemi Rozaren e Shenjtë në orën 6 tu në kishë. U ftoj që luteni edhe në peshpi, por ata që kanë dëshirë me bashku këtu në kishë, në orën 6 para figure Zojes, do të lutemi sidomos për situata botënore, për paqja në botë, për sforcimet, për ata që janë duke sforcuar e krijuar kushtet për paqe, që do të përforcuar nga ndërmjetësinë e Zojes. Atje në kembën e Zojes kemi ndezur që nga fillimi i muajit një lampe kuq që kujton gjaku të pafajshmeve, që çdo ditë humbet jetën për mizoria e të njerëzve e për mizoria e luftës. Në orën 12 vazhdojnë aktiviteti që kemi me familjat, nisemi këtu nga kisha para ose mbrapa sipas parkingu e vazhdojnë ajo aktivitet për të cilin jeni regjistruar familjarist. Në orën 12 nisja. Po përveç qiriu i kuq, ndezur të Zoja, kemi edhe një qiri tu ndezur që pak zemorja, është qiriu i Pashkës. Qoftë gjithmonë ndezur edhe në zemrat tuaja besimi që sot është përforcuar. Sigurisht edhe unë, edhe në emrin të arqipeshvit, dëshiroj t'ju përcjell bekimin të fakt të tij, të përshëndetjen e tij. Dëshiroj të falenderoj sigurisht familjaritarin e kësaj familje të gjallë, gjithashtu edhe bashkë me familjaritarin Bashkësinë e Fretërve minor, franciskan minor, që me shumë zel dhe edhe besim ju shoqërojnë në ecjen tuaj. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tanë. Ju bekoft hyj atë gjithë pushtet që më nga uji dhe nga Shpirti i Shenjtë, ju bëri të rilindni si bitë e ditë adoptuar, ai ju ruajt me dashurinë e vet atrore. Amen. Amen. Ju bekoft Jezu Krishti, biri i tij vetëm që i ka premtuar kishës së tij praninë e përhershme të Shpirtit të së vërtetës, ai ju forcoft në shpalljen e fesë së vërtet.
Amen. Amen. Ju bekoft Shpirti i Shenjtë, që ndezi në zemrat e nxënësve zjarrin e dashurisë dhe ju mblodhi ju së bashku, ai ju shoqëroft në gëzimin e mbetërisë hynore. Amen. Amen. Dhe të gjithë ju që keni marrë pjesë në këtë kremtim, ju bekoft hyjit pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirtin Shenjtë. Amen. Me shajt kryer shkollën e paqen. Falenderoj hyr. O Maria, o Virgine Shenjtë, dana e Krishtit plot mëshirë, vaje në mbrojtjen tënde marrëbotën, dhe Biri yt të gjithë ne na drejton. Mirë, atëherë një moment për kujtimi, afroheni, por përpara merrni edhe kartonin që ju kujton këtë moment, këtë ditë veçantë. Krishti prendi